recetat që ne kemi nuk të lejojnë që ti të prodhosh qumësh me aflatoksinë. Çdo me thënë kjo receta ushqimi, ajo varet nga ushqimi. Receta ushqimore, ja të tregoj një recetë ushqimore unë ty edhe të tregoj se që haj kafshtu 24 orë. Ja ku e kam tu. Edhe të tregoj me datë se që date, sepse ne në momenti që hapim një grop silazhi, ne kemi 4 gropa silazhi në dispozicion. Në momenti që ti hap një grop silazhi, ai do vijë me laborator të bëjë gjithë analizat e ushqimit. Se fakt ferma nis ke ushqimi, Po, kjo nuk është ferma këtu. Ferma është atje poshtë, ku është magazina silazhit, magazina... Do shkojmë pak edhe atje? Po, do të tregojmë gjithë. Mirë, atje shkojmë mirë të më tregosh direkt ushqimin. Ja ku ke recetë. Receta e grupit laktacionit. Laktacioni do të thotë mjelje. Që do të thotë atëherë, në 24 orë në fermën tonë, një lop han praktikisht 24 kg silazh misri, 6 kg silazh bari, vetëm për një krerë. Han jomsh 2 kg e gjysmë, grur 2 kg, misër 3 kg, panxar, shërben për lënë të thatë dhe tret në mirë ushqimit të lopës, është 1 kg e gjysmë, han gati 5 kg soj, Samri Vital është lloj premiksi që lopa ka nevojë për energji për. Ka kryp në të kalçunin që kërkoj qumshje trupi kafshës. Është 15 gram, është 150 gram për lopë. Rindamin Asko është tjetër premiks që ndihmon lopën në mbarbajtjen e saj për viçin, është 350 gram për kokë. Shauman energji, normal se gjithë lopë gjithë ditën, gjithë ato hapa, ulje ngritje, është dhe pak e rëndë si peshë, atëherë ajo kërkon energji diku tek 500 gram. Po këtë po ta shpjegojmë falë që ndërpreva, për arsye se më the si është puna aflatoksinës. Ja ku e ke atë zgjidhjen që nuk lejon këtu të ketë qumshi aflatoksinë. Ja ta tregoj Elbi. Atëre qumshi kujt ka se dikush e ka që. Po një minutë. Ja ta shpjegoj. Likuidi është lëngur që folën, është 500 gram për lopë. Është antimyku, i cili është praktikisht vetëm për aflatoksinën që biseduam, është 200 gram për kokë. Edhe bikarbonat sod përdoret për fundrat e lopës, nëse ushqimi ka aciditet tepër, është 100 gram. Pra, në total, një lopë gjatë gjithë ditës han diku te 46 kg ushqim. Ja tregova antimykun që ke? Antimyku është 200 gram për lopë. Për një kokë.